qëllimi që rezultati i zgjedhjeve të 9 shkurtit sikur e ka determinu pak a shumë se kush duhet qeverisë dhe që gjithashtu e kam potencu edhe në këtu javët e fundit që është opozitarizëm i hershëm pra nga subjekte tjera të cilat nuk i kanë fituar zgjedhjet. Unë sinqerisht kam besu që nuk do të rreshqosëm në këtë që kemi rreshqit, sepse tashmë është problem me u kthy mbrapa. Përndryshe është dashur të konstituohet kuvendi dhe kuvendi i Republikës Kosovës të formoj trupat e saj, me të cilat realisht kishte mbujt me qenë funksionale. Pastaj në krijimin e qeverisë është tjetër hesap, në kuptimin nëse zoti Kurti arrit me i siguru votat e nevojshme, kishte bërë qeverinë, nëse jo, atëherë ishte dashur me provu i dyti, pra janë ato rregullat të cilat dihen se si procedohet. Prandaj në këtë fazë që kemi ardhur, kur s'ka lëvizje nga asnjë subjekt politik, mbetemi me një shpresë të vogël te gjykata kushtetuese se çfarë komentimi po jep çështjes së procedurës. Po dhe ajo nuk është që ndryshon shumë, sepse edhe nëse gjykata kushtetuese jep drejt vetvedosës që mund ta ndryshojë procedurën, me shumë gjatë shumica subjekteve politike mund dalin jashtë gjatë kohës së votimit dhe prapë do të kishme një blokadë. Prandaj këtu janë dy alternativa, ose zoti Kurti duhet të kaloj ato kufit e tij dhe të provoj që me çdo kusht realisht të gjejë një partner qeverisës nga këto subjekte tjera, po fillojmë nga të voglat aleanca, LDK-ja ose edhe PDK-ja, e që PDK-ja siç po shifet edhe në bazë të asaj që kemi dëgjuar në intervistë që e ka dhënë, nga në fakt daljet e pakta para mediave të zotit Kurti, cila për mendimin tim po dhe shumicës njerëzve që jetojnë këtu, nuk është në rregull, sepse qytetarët duhet të janë të informuar për çdo fazë, jo të mbeten në terr informativ sa i përket asaj që pritet nga zoti Kurti, sepse zoti Kurti është fituesi i zgjedhjeve. Pra, nëse zoti Kurti nuk arrin